Përshëndetje shikues të televizionit Alb UK TV, mirë se po takohemi sërish në emisionin Biseda në Londër. Kësaj radhe do të flasim me një profesor universitar I cili është doktor shkence për siguri nacionale, po ashtu është edhe krijues dhe drejtues letrar e kulturor në trojet shqiptare, gjithashtu është edhe opinionist në trojet shqiptare në atë të Maqedonisë së Veriut, Shqipërisë dhe të Kosovës. Pra unë kam kënaqësi të them përshëndetje profesor Fatos Rushiti. Përshëndetje profesor, mirë se erdhe në televizionin Alb UK TV, në televizionin e diasporës shqiptare në Londër. Përshëndetje juve shpresa, dhe shumë kënaqësi të jem prezent tek ju që bëni punë të mira jashtë atë dheut, jashtë trojeve tona në Londër. Po, profesor, ju jeni prezent në Shkup, në Tiranë, në Prishtinë. Kemi kënaqësinë që kemi prezent edhe këtu në Londër. Ju jeni gjithashtu edhe aktiv në Shkup, Prishtinë, Tiranë, jeni një figure pranishme në mediat për kulturë në shtetet shqiptare. Si është ta ruajsh si është ta ruajsh dhe të ndërtojsh identitetin profesional në një hapësirë shqiptare të fragmentuar politikisht, por të lidhur mund ta themi shpirtërisht? Domethënë nuk po them që është vështirë, sepse tani linjat infrastruktura rrugore megjithatë kanë punuar ca, megjithatë nga Kosova për shembull rruga e Komit ne ka lehtësuar shumë punën edhe të Kosovës, po edhe neve të Maqedonisë, sepse ne për shembull I bijem nga Ferizaj dhe hope në Tiranë. Tashti unë jetoj në Shkup, jam nga Kumanova, nuk po them që është vështirë, po është komplekse, sepse faktikisht ne në Maqedoni pak e kemi problem, domethënë kemi probleme të dukshme në raport me Maqedonasit dhe nuk kemi shanse të barabarta. Edhe është shumë vështirë të pikërisht të vendin ku jeton, për shembull, të krijosh identitet profesional. Do të thosha së pari, më tutje dhe identitet kulturor, por ne me miq dhe të shamirë që jemi idealist të thekur dhe ja dalim të mbajmë gjallë dhe të jemi aktiv me botime në hapësirat kulturore, në hapësirat publike, sa mundemi të kontribuojmë me opinionit tona, me miq gazetarë, të jemi aktiv, kemi sensin kritik, të mos heshtim ato që ndodhin, ato që I perceptojmë dhe I ndjejmë çdo ditë problemet tona. Mirë po profesor, cilat kanë qenë sfidat gjatë rrugtimit tuaj intelektual dhe si kanë ndikuar ato në formësimin tuaj akademik duke ditur se si është të jetosh në shtet sikur se është Maqedonia e Veriut? Unë faktikisht studimet I kam kryer në Prishtinë, faktikisht rrugtimi im personal nuk ka qenë I lehtë, ka qenë I vështirë për shkak rrethonave familjare, të jemi sinqert, domethënë kemi qenë nga fshati dhe gjithmonë për shembull kam pasur edhe motrën në studime në Universitetin e Tetovës, vllaun po ashtu, domethënë në gjëra të tjera dhe kemi domethënë në atë kuptim formimi jonë, rrita jonë profesionale ka qenë vështirë. Normalisht. Mirë po me kalimin e kohës kam qenë, I prirur vetë të ndërtoj të krijoj hapësirë vete, sidomos në Prishtinë. Prishtina më ka ndihmuar shumë, kam qenë aktiv, kam qenë parlament studentëve I pari, domethënë kam themeluar listën studentore Reforma, që sot s'ma din as u ftojnë, kanë marrë mandat atje në parlament studentëve dhe duhet t'i kujtojnë pak themelueste parë. Edhe kemi bë protesta, domethënë për të mirën e studentore në vitin 2008-2009 kam kryer studimet e magjistraturës për filozofi të së drejtës. Kam qenë një vit student në fakultetin filozofi, kam studiuar regji teatri një vit dhe ndoshta kam gabuar që kam lënë se regjia, kultura gjithmonë kam qenë I lidhur me këto dhe sot ndjej domethënë kur shoh drama, kur shoh domethënë shfaqje e paseri përcjellje dhe kam admirim ndaj asaj që ndodh. Pastaj doktoraturën e kam kryer në Sofje, në studimet e sigurisë nacionale, ka qenë një program I veçantë në Universitetin e Bibliotekarisë dhe Sistemet të Informacionit, ku kam pas nderin, të kem komentare dhe ish kryeministri I Maqedonisë Vladimir Boshkovski,
tema ime ka qenë sfidat e sigurisë nacionale me theks veçantë pas luftës në Kosovë, duke pas rast studimi Kosovën, sepse Kosova e dim që ka qenë komplekse, edhe sot është komplekse, sot ka probleme të hapura me Serbinë, nuk i ka të mbyllura dhe ta them kushtimisht edhe fati kryeministrave të Kosovës lidhet pikërisht me çështjen e mos përmbylljes së marrëveshjeve përfundimtare me Serbinë. Është fat politik që do ta ndjek edhe Albin Kurtin e tanishëm. Do të ndalemi sigurisht më vonë për atë çështje, po është interesant se ju jeni njëri ndër të pakt profesorët që përfaqësoni një profil trekëndsh. Po. Akademik, krijues dhe analist politik. Dhe si ndikojnë këto njëra te tjetra? Unë mundohem që mendohem, domethënë sepse jam një tip kështu dinamik edhe pozitiv në jetën e përditshme, nuk i marr gjërat me negativitete dhe jam kreativ, kështu, domethënë edhe në përditshmëri, me aq sa mundem edhe domethënë ja dal sepse kanë bëj me unë konsideroj që çdo njeri ka talent, nuk është i prirur të jetë një talent individual vetëm në një lëmi, domethënë unë kam disa prirje, s'po them për lëmit shoqërore që i kultivoj, ta themi kështu, edhe poezinë e admiroj, e krijoj, kam një lloj profesioni dytë sepse jam shumë aktual dhe edhe opinionet normalisht e pasere kam qenë opinionist në mediat e Shqipërisë, kam dhënë mendime për situatën në Maqedoni, kam qenë edhe në Kosovë dhe i ngërthej këto me një, ta themi me një qetësi të admirueshme dhe me një ndjesi pozitive në aspektin e të mirave publike, në kuptimin e nevojave për të pasur, ta themi për të pasur aktivitete, jo vetëm unë, po edhe t'jenë, në atë sensin e publikës, t'jem aktiv, me aq sa mundem. Profesor, aktualisht jeni profesor në Kolegjin Universitar Univerzum. Po, është një kolegj shumë i mirë. Po, kisha dashur të ndëgjoja nga ju për arsimin dhe të drejtat e studentëve shqiptarë në Maqedoninë e Veriut. Sa vlerësohen dhe si janë të drejtat e studentëve shqiptarë? Tani unë punoj ka shumë vite, ka 10 vite që punoj si pedagog i jashtëm në Universitetin Shtetëror të Tetovës, në Fakultetin e Administrimit të Biznesit, në programin e administratës publike, i ligjeroj lëndë juridike dhe politikologjike. Dhe ta themin infrastruktura jonë është e mirë, do me thonë, mirë po jemi në një stat ku Maqedonia nuk ka prosperuar shumë se përket platformave shkencore që janë sot aktare në përbot, po flas nga prizmi objektiv, jo nga prizmi personal. Nuk e marr këtë si, pse unë jam diçka, po kështu, po flas objektivisht. Edhe UT-ja po përpiqet që del nga stadja pedagogjik në stadin shkencor. Ka një përpjekje, ka pas një ekip, ta themi kështu, solid, që her pas here, domethënë e kanë ndihmu studentët, është një lloj, ta themi, është një trend, nuk studentët tanë kam një përcetim kështu, domethënë janë pak që mësojnë, kanë talente, janë aktual, janë gjendshëm, mirë po tek shkenca pak nuk janë shumë, anë një lloj mërzitje përgjithshme, anë një lloj, si ta themi kështu, ndoshta edhe nuk shohin perspektiva. Tash ti për shembull me këto lëvizjet e tregut, me lëvizjet e rrogave, me gjërat, domethënë nuk janë shumë të motivuar. Nuk shoh shumë motivime. Mirë po, profesor, a duhet universitetet të jenë ato të kenë më shumë autonomi dhe përfaqësim për të avancuar pozitën e studentëve në shqiptarë në Maqedoni? Do të thosha, unë do të thosha të kundërtën. Domethënë duhet një menaxhim i mirë i Ministrisë së Arsimit. Nuk do t'i lija në stadin që janë universitetet shqiptare, nuk do t'i lija menaxhim autonom. Po flas për universitetet shtetërore. Sepse universitetet private kanë tjetër konotocion. Unë punoj në privat, jam shumë të avancuar. Për shembull, Univerzumi është shumë i avancuar me disa metoda. Është lehtësim për profesorin, domethënë të punoj aty, sepse janë me platforma, janë me sistemet e integrimit brendshëm, se përket vlerësimit, mënyrës, domethënë nuk i lodhin shumë profesor. Edhe kjo pëlqen. Ti lodhet vetëm për çështjen akademike. Mirë, po çfarë? Dhe jo për gjërat
Po. Jo për gjëra teknike, domethënë. Po, profesor, po çfarë duhet bëj spekri politike shqiptari e Maqedonisë Veriut për ata studenta që nuk i kanë mundësi që të jenë pjesë e kolegjeve private? Dhe do të vijojnë Të ne nuk ka shumë të ne kanë dashur me hyrë të Kosovës, kanë dashur me të përtu UBT-ja dhe univerzum, ndoshta nuk e di për univerzume, por e di për UBT-n që ka dashur ty dhe është lu për studentash. Për shembull, është Universiteti i Evropës Juglindore, është Universiteti Nana Terezë, është Universiteti i Tetovës. Edhe janë 3 universitete që janë të mjaftueshëm. Për jashtë të disa kolegje private që janë të pak Maqedoni, është Universiteti Ndërkombëtar i Strugës, nuk e di tjetër, domethënë është Ballkan University këtu në Shkup, edhe është lu për student. Tash kur është lu për student, është problem të cilësia, sepse gjithë secili po kryen, domethënë mungesa e një perspektive teknike për një të cilët kanë prirje teknike, kanë prirje, ta themi, praktike për shkenca aplikative, është problemi kriju kushte dhe me orientu. Gjithë janë prirur të shkojnë në shkenca shoqërore që është e panevojshme, sepse nuk mund të kemi na shumë jurista, nuk mund të kemi gjithmonë administratë publike shumë. Edhe në Universitetin e Nana Terezë që është themelu në Shkup, unë kam qenë gazetare, kam përcjell dhe elaboratët i ditë që kanë qenë, më thonë ka pas qëllimi që të jetë Universiteti i Shkencave Tekniko-Teknologjike. Edhe që ti orientoje se zhvillimi shoqëror nuk mund të prirë vetëm nga shkenca humane, sidomos sot për shembull trendet globale që janë. Nuk mund ta zhvillojmë shtetet vetëm me jurista. E keni qartë, unë po flas objektivisht. Neve na duhen profile arkitekturore, profile teknologjike, tekniko-teknologjike, të cilat e ndihmojnë zhvillimin e shoqërisë. Edhe këtu për shembull nuk kemi në ato stade si duhet jemi. Ta themi kështu, domethënë Nana Terezë po përpiqet Universiteti Nana Terezë, ka bë përpjekje, po nuk është në ato kontura që si do duhet të ishte. Si është themelu vizioni i saj që të jetë studime në 3 gjuhë, të jetë studime të integruara, që domethënë të jenë gjuhën, të jetë drejtimet të avancojmë. Është rektori i ri që është një profesor shumë i mirë, që është zgjedhur tash, është me një CV shumë të pasur, është teknolog, është teknologjisë informative. Esa që, më thonë, në këtë aspekt të avancoj këto drejtime, më thonë, të qojnë më tutje, atë që e bëjmë për shembull në drejtimet private në Prishtinë, universitetet private, është mirë të bëjë, më thonë, edhe është mirë të bëjë edhe Nana Terezë. Sepse me gjithë studentët nuk punohet, është një pakisë që nesër, ta themi, është problem gjithë me qenë të... A di ku e kam dhimin këto shpresa? Tek ne për shembull, politikat arsimore. Ne duhet të ndjekim reformat qysh në shkollën fillore dhe të mesme. Duhet të testojmë nxënësit, mos të orientojmë nxënësit për prirje. Imagjino tash është prirje, tash është bë modë me studiu informatik. Unë isha me ofertë akademike i pyetja e ekipit, domethënë faktikisht kanë bërë testime me individ caktuar dhe sepse informatika do punë, nuk është informatika kaq e lehtë. Domethënë nëse don ta zhvillosh ma tutje. E kanë bërë si hobi, sikur mjekësia më herët, s'kish mirë mjek, hajde krejt mjekësi. Edhe dalin specialist dop që nuk din ta përcaktojnë. Sigurisht edhe profesionet po shkojnë trend. Presa, duhet qeveria, vendet e vogla, qeveria duhet me marrë kompetencë me pas politika zhvillimore, arsimore. Turqia pse u zhvillu, sepse pse kjo Turqia tanishme është ka dallime shumë të mëdha nga Turqia më pas, se kanë investuar në inovacionin. Sot për shembull kanë edhe bursa lehtësira. Imagjino tash në Universitetin e Tetovës student paguajnë master, kanë masterin, domethënë me një shumë 600 euro semestri. Pse me qenë 600 euro semestri? Unë kam tek aty ku jam e kam ngrit zonën dhe kam marrë ide, propozime, domethënë edhe me rektorin aktual që është i ri dhe ka duhet ketë, domethënë duhet për në këtë aspekt, sepse ti penalizon njerëzit me çumë tutje masterin, me çumë tutje, domethënë doktora, ta themi edhe potencialisht edhe doktoraturën. Po këto i bën Ministria e Arsimit këto politika. Duhet të bëj, domethënë nuk mund të bëjë universitetet. Duhet këtë politika zhvillimore të testoj një, për shembull, vajza ime e vogël ka prirje për art, për pikturë,
bën prirje, ka ngjet, bën gjëra, më thonë, interesante, është qysh 4 vjet. E tash pse unë ta lodhi vajzën time mi pas kjo kit peshë, me çunë mjekësi, me çunë teknologji. Pse unë këna ose me çunë jurist se babën e paska jurist. Këto janë probleme që janë probleme aq thella që e pengojnë zhvillimin realisht shoqëror dhe edhe e pengojnë zhvillimin e shqiptarëve sepse ti studion diçka që nuk korrespondon me natyrën tënde, domethënë individuale. Tash për shemb potencialisht po flas për vajzën time do të ishte nesër një arkitekte e mirë, një dizajnere e mirë, një kreatore, po pse edhe një piktore, çka ka të keqe. Domethënë edhe e tash këto janë dimensione që duhet këto politika duhet të ndërtoj Ministria e Arsimit që t'i testoj, jo vetëm tek në Maqedoni, kjo duhet është edhe në Kosovë është, edhe në Shqipëri për shembull, shumë të ikin. Domethënë, se njerëzit shesin men kot bojnë politika të mëdha atri nuk e shohin perspektivën për shembull në Korçë. Po si është e mundur për shembull Korçë mos jetë pa perspektivë, ka universitet. Atëherë ku ka problemi? Apo Shkodra për shembull. Ka napë universitete publike pa nevojë, ka napë Kosovë, ka napë shumë. Edhe nuk arrin mi modifiku dhe mi modelu si duhet dhe mi profilizu universitete. Nuk mundet me pas 5 fakultetet juridike krejt Kosovën, prandaj dalin juristat dopt. Nesër kemi për shembull. Pse kur janë 2 fakultete juridike, nesër kemi pas juristat mirë se konkurenca është e madhe. Kur s'ka konkurrencë, s'ka cilësi. Sigurisht. Edhe këto duhet mi profilizu, domethënë politikat arsimore duhet mi profilizu universitetet. Nuk mundet me qenë universitetet të përgjithshme. Nuk ka mo. Për shembull në Prishtinë kisha hapur universitetin mjekësor. Absolutisht e kisha komplet e kisha heq prej. E shifnin në Shqipëri, megjithatë ka një farë lloj lëvizje, ka domethënë ma mirë shkon sepse ma mirë menaxhon universitetin mjekësor, sesa tjetër universitetin mjekësor në kuadër të mvaret fakulteti i mjekësisë prej një personi që është kontrovers, problematik, që bën të rektor, mbas dinjave partijake dhe dëmton për shembull filan fakultetin. Tu nuk menojnë njerëzit, tu menojnë njerëzit që shbon ministra, që shbon drejtor, që shbon ta shfrytëzojnë partitë. Tu nuk ka koncept, domethënë zhvillimor, nuk ka koncept zhvillimor. Ti duhesh me plan, po që ta punohet me plan. Vendet perëndimore punojnë me plan, partitë sot nëse e din, agjen e jashtë fitojnë pushtet në bazë politikave ekologjike, në bazë jetës më të mirë, dimensioneve individuale, se si të orientojnë njerëzit, si të kenë profesione më të mira, profesione të jenë të lirë, të zgjedhin dhe të studiojnë me ato që korrespondon me talentin individual. Po, sigurisht, mund të ndikoj edhe kjo, Maqedonia e Veriut është në një proces të gjatë drejt Bashkimit Evropian, dhe sa realisht ndikon ky proces në jetën e shqiptarëve atje, dhe janë ndryshimet kushtetuese vërtet një hap përpara apo një kompromis i vazhdueshëm, mundet me ndiku edhe kjo pak tek integrimi i shqiptarëve tek gjitha këto që edhe i cekët? Ikoni, tek ne janë çështje shumë komplekse. Jemi në një stat, ta themi, ku nuk e dim çfarë jemi, nuk e dim çfarë bëjmë. Politika shqiptare të ne është devalvuar shumë, janë shumë parti, dalje, hyrje, brejtje, domethënë është ta themi, është devalvuar, për momentin nuk ka kauzë të fortë politike, nuk ka kauzë në dobi shqiptarëve, absolutisht. Tashti kur jemi tek qasja e VMRO-s dhe qeverisë aktuale. Tash kryeministri aktuale ka një qasje, po mundohet që ta etabloj një qasje jo etnike, qasje qytetare. Edhe mirë po nga ana tjetër, sigurisht që tashti jemi në testim, a i ka këto gjëra për çështjet lokale që të fitoj zgjedhjet lokale, apo e ka një mend, kjo do të shifet pas zgjedhjeve lokale. Se sa kryeministri i Maqedonisë ka qasje jo etnike, ka qasje qytetare ndaj zhvillimit të shtetit dhe vetë që të përfitojnë edhe shqiptarë, se të ne jemi lodhë këtu, dalin njerëz, folin pa lidhje, përfitojnë, bon deputet, heshtin, shujnë, e përmenin rastet të ndjeshme, vinë për shtet duke përmenin rastet monstra, duke përmenin rastet të ndjeshme, këtë Agim Islamin, rastet eklatanti, rasti Alfa,
edhe pastaj kur vin pushtet heshtin, shujnë, s'din ka shkojnë, domethënë është turp, është për turp, domethënë niveli joni i politikës. Unë jam shumë i zhgënjim, i kam mbështet opozitën aktuale, jam shumë i zhgënjim personalisht, nuk shoh, të shohin, domethënë jemi në testime, po nuk po shoh që ka diçka, domethënë vërtet reale dhe serioze. Mirë, po pavarësisht edhe zgjedhjet lokale po afrohen në Maqedoni. A do t'jenë shqiptarët? Ka nevojë shpresa ta shpreh pak ligjin për gjuhët. Edhe gjykata kushtetuese ka shtyp me vendos ka një debat hapur në qershor. Okej. Edhe ka shtyp për mas zgjedhjeve lokale. Tashti në aspektin profesional, gjykata kushtetuese shpesh e shkruan kushtetutën, po e shkruan jo në dobi personal, dobi politik, por në dobi qytetarëve. Tashti tek ne, çka duhet ndodh? Gjykata kushtetuese e Maqedonisë duhet në vend që ta specifikoj më mirë, më qartë ligjin për gjuhët në bazë të rritjes së nevojave institucionale dhe nevojave shoqërore, sepse shqiptarët nuk janë pak, janë kudo në institucione. Po kemi probleme objektive të ne. Tani, çka duhet bëj gjykata? Në vend se gjykata të ketë progres dhe atë që se thot kushtetuta ta çojë më tutje, gjykata ka tendencë që ta sjellë një gjykim që ta cungojë dhe ta specifikojë se në cilat sektor duhet përdoret gjuha shqipe, në cilat jo. Imagjino tash. Kjo është absurde. Kjo nuk duhet të tolerohet. Do thonë kjo nuk është shteti i Maqedonëve. Tash ne po flas profesionalisht, tash BDI-a thot ne jemi shtet formues. Shkama që Sherak, edhe opozita thot një derë që mëtojnë, e kanë luftu BDI-n, thonë ne jemi shtet formues. Po nuk jemi burr, pranoja, mos e rrej popullin. Ne në Maqedoni nuk jemi shtet formues. Pikë. Tash pas kësaj, kjo e konstatim, Komisioni Venecias, na një si pakic, vlerësimi që ka dhonë, për ligjin për gjuhët thot pakic, nuk kemi shumic. Tash kushtetutat e ne thot, gjuha e dytë, nuk e cek gjuhën shqipe, është gjuhë zyrtare dhe i cek nenët si më poshtë. Nuk ka si në Kosovë të ne gjuha, në Kosovë gjuha serba e gjuhë zyrtare. Po. Çdo dokument publik, absolutisht del në dy gjuhë. Të ne nuk del. Të ne ndel në bazë nevojave. Je shqiptar, ta bën në dy gjuhë. Edhe ata jo çdo kund. Tashti BDI-a, duke qenë një forcë e thirrur nga lufta dhe një forcë e madhe politike, ka arritur që ta menaxhojë këtë pakënaqësi, këtë sekret publik, këtë keqje publike, e ka menaxhuar. Në momentin që ka rënë në opozitë, tash nuk menaxhohet kjo. Se BDI-a ka menaxhuar, ka pas struktura këtë Maqedoninë, edhe kur ka qenë Nikola Gruevski në pushtet, e ka menaxhuar se ka menaxhuar. Tash për shembull, e njëjta çështje ndoshta, domethënë do të thosha, edhe prapë, domethënë e shohim veten që jemi askund, nuk kemi shanse të barabarta dhe nuk kemi, domethënë nuk zbatohet gjuha shqipe. E ku esenca jonë? Ne kemi problem. Tash imagjino, vetë Mickovski, kur ka qenë opozitë, thot, është e panevojshme quhet edhe Zaevi, kanë thonë decisivisht, duhet hiqet termi në mbi 20%. Vetë kanë thonë me gojë, kur ka qenë opozitë. Tani duhet ta thonë, tani nuk e përsëriset dhe shkama e keqja partit nuk ja kujtojnë këtë Mickovski, as mediat. Mediat ja kujtojnë. Po, ama të na mediat janë e thirrin shokët, ato shoqet janë të ngushta, të gjëra dhe nuk thirrin për shembull një që të shpalojnë vërtet të probleme. Këtë flasin sipas më thon ku i man ajo inercia, ku i man ajo në ku flenë dhe ku përfitojnë gjëra, domethënë personale, private dhe domethënë nuk ka kritika. Nuk ka kritika të mirëfillta tash pra. Domethënë që shkoje deri në fund, ka usta çoj deri në fund, për shembull një parti politike piketon një kritikë dhe shkon deri në fund asaj. Te ne janë me sporadike, me periudha, ke parasysh, domethënë nuk shkoj deri në fund. Po, profesor, po çfarë dinamike prisni në zgjedhjet e ardhshme lokale në Maqedoni, më shumë përfaqësim politikës shqiptare edhe
të bashkuar, jo të përqarë ndomë, si kurse se janë. Tani kemi pikën nevralike Kërçovën, se atje kur janë bashku fshatrat, komunat rurale, kanë bërë shqiptarët e morën Kërçovën me qeverisë. Megjithëse tash nuk pohim me vlerësu cilësinë e qeverisë, se u bon kjo bozë, më thonë fole si s'fole nuk përbën shumë lajmë. Por unë do të kisha orientuar debatën nga ajo se partitë tona politike nuk flasin për diskriminimin territorial që u ka bërë komunave shqiptare. Edhe ligji që po bie tani për ndryshimin e ligjit për komuna, domethënë ku nga 10.000 antar për iniciativa lokale, kalon zvoglohet në 5.000 edhe pse nuk ndodhen, nuk ka është ironike se ndryshohet ligja kur s'ka pas iniciativa lokale, rrallë ose hiç. Edhe tashti çka duhet bëhet? Tu në vend se të forcohen komunat të shkojnë të vëshëja komunave, në perëndim për shembull deri në 40% kemi shtete që të vëshëja u kthehet komunave. Te ne maksimumi që shkon në 6%. Po ta ketë idenë e mirë kryeministri, tash e ka shansen historik me reformu administratën publike, se Maqedonia është shumë e ngarkuar me punëtor të administratës shtetërore dhe publike. Ta themi, sidomos publike, sepse kemi shumë drejtori që janë të rregulluara si me partner, kështu janë shoqëri aksionare dhe janë të keq administruara dhe morin njerëzit paga dhe nuk punojnë. Domethënë tash kur në statet që janë shtetit tash, domethënë ku ka nevojë ku nuk kemi punëtor në sektorin privat, edhe ai dopti që e qetë shteti për puna, ai ka me gjetë vetën në sektorin privat. Sigurisht. Ai që s'ka performancë. E tash këtë janë momentet që me reformuar në të publike dhe me etablu, domethënë komunat. Tash nuk po jepet, tash e ka marrë kredi prej Hungarisë, 500 milion euro deri në 1 miliard dhe kanë bërë projekte komunat për gjëra që do duhet të kishin bërë para 20 viteve. Për infrastrukturë, për kanalizim, për salla sportive, domethënë edhe ne kemi tash flasim tash në vend se qeveria të forcojë komunë të jap kompetenca, se në Kosovë për shembull komunat janë më të pavarura. Kjo është më shumë te ne jemi absolutisht Maqedonia është shumë e centralizuar. Edhe këto tash pse bëhet kjo? Kjo bëhet që për ta marrë peng pushtetit që sa dojë të jep pushteti komunave dhe ti mbaje, domethënë ti menaxhoje politikisht, por jo realisht me kompetenca. Profesor, kisha dashur të ndalemi edhe tek Kosova, siç e përmendet, me qenë se shifet. Aty kam dhimbjes aty. Po, ju keni qenë edhe këshilltar politik në Kosovë dhe si shihni përfaqësimin e shqiptarëve të Maqedonisë Veriut në raport me zhvillimet Kosovë dhe Shqipëri dhe më intereson të di gjithashtu edhe mendimin tuaj për tash pas zgjedhjeve në Kosovë është bërë një garç politik dhe si shihni gjitha këto zhvillime? Shqiptarët me Maqedoninë interferojnë, kanë politika, partitë politike lëvizin, kanë ato dimensione të mirë, po tash ta themi BDI-a bashkëpunon me partitë opozitare në Kosovë, këto partitë e vlenit me Albin Kurtin, me kryeministrin. Shikoni, në Kosovë është në aspektin politik po flas, në aspektin shoqëror kemi komunikime, por jo sa duhet. Domethënë nuk ne për shkak të afërsisë kemi shumë, po jo ato që duhet kemi, domethënë për ne të funksjonojmë. Ka ca investime në Kosovë për shembull, të Kosovës në Maqedoni, pa ka shumë lëvizin, mirë po nuk janë ato që duhet të jetë të lirshme. Hapja kufidit është bën një punë shumë e madhe me një pikë. Kjo është për ne është një punë e mirë që është bën sepse është me një pikë, është një lëvizje sepse ka kufidi nëse më ngarkuar, sepse çdo ditë edhe kam përjetuar vetë çka është presësh, domethënë me orë. Në aspektin politik Kosova duhet ta mbyll marrëveshjen me Serbinë. Kosova duhet të punoj që absolutisht ta mbyll marrëveshjen me Serbinë për më zhvillu. Për ndryshe pengesat janë reale dhe reflektohen në çdo sen, domethënë që nuk mjafton vetëm dimensioni i brendshëm i shtrirjes sigurisë, shtrirjes së sovranitetit që ka bërë për shembull qeveria Kurti, nuk mjaftojnë.
duhet rezultat politik i mirëfillt. Në soaza geopolitike, mi po gjërat geopolitikisht, me qenë vizionar dhe me mbyll marrëveshjen me Serbinë. Dikush do të thotë po kur ti ja dha mundësinë Vučićit me marrëveshjen e orit me Vokët. Këtë okej. Mirë, po prakt nuk mjafton. Nuk mjafton, shiko. Nuk mund të jesh kryeministër me idenë që të jesh dominant. Sepse Kosova nuk është si Shqipëria. Nuk mund ta imitosh Edi Ramën për me qenë atraktiv. Sepse Kosova është një stat që ka probleme të hapura. Ku Serbia me të dikon do është në Kosovë. Gjithmonë është Kosovë. Si mund të ndikoj kjo situatë, profesor, në pozitën ndërkombëtare Kosovës, sidomos në raport me aleatet ndërkombëtar? Tani, domethënë, fokusimi lufta në Ukrainë duket i ka kthjell, i ka trond, domethënë venet e mirë, po prap nuk mendoj që nuk janë vetëdijshëm aq sa duhet se sa e rëndësishme është lufta në Ukrainë, edhe çështja e Rusisë. Ne kemi 3 vende që nuk janë NATO. Kemi Serbi që nuk ka aspirata për NATO. Përveç Bosnjës dhe, ta themi, dhe Kosovës dhe tashti kemi 3 vende që nuk janë NATO, që interferon, ka interferu Rusia, ka interferu, më thonë, mirë, për ne nuk mund të shkojmë gjithmonë me intentet që Rusia e keqe këto të mirë. Ne duhet të kemi modele, që të kemi pajtim brendshëm edhe të zhvillojmë shtetet, pa demokracinë brendshme. Kjo Kosovë çka më shqetëson më shumë, edhe në Shqipëri për shembull te Edi Rama, okej, është raporti me demokracinë. Raporti me, sidomos me aktgjykimin në Kosovë vitit 2014. Tashti kur nuk i konvenonte vetëvendosjes, ishte thejmose kritike e ashpër. Tani që i konvenon, thot që shto përshkruan aktgjykimin, na do të kemi kryeparlamentarin. Në Kosovë unë kam qenë kritik, edhe se kam qenë i afërt, unë jam produkt i Partisë Demokratike të Kosovës, si qenje si i ri. Normal si njeri evolon. Kam qenë idealist, kam qenë gjithmonë me luftar, kam qenë, domethënë, ato nuk mund të jesh i barabartë me njerëz të cilët kanë dhënë jetën për liri. Ju kanë bashkangjit, domethënë kanë dhënë diçka, kanë dhënë gjymtyr, kanë rrezikuar jetën. Domethënë kanë qenë jashtëzakonisht idealist, njerëz të cilët e kanë punuar për lirinë e Kosovës. Këto janë përmasa gjigande. Domethënë për mua personalisht, unë kam qenë gjithmonë. Mirë po, pavarësisht kësaj, domethënë problemeve që i ka pas, për shembull qeverisja ose që kanë pas, për shembull PDK-ja më herët apo ta themi edhe LDK-ja. Unë nuk shoh seriozitet, për shembull ka morali publik, çështja ndaj, domethënë nuk ka sinqeritet, partit janë, unë e kam kritikuar, kam qenë, edhe pse kam qenë anonimus, po s'ka mund të përballu aktgjykimin e vitit 2014. Sepse ka qenë një aktgjykim i palogjikshëm. Jo rastisht gjykatët ndërkombëtare aty kanë qenë negativ, kanë dhënë mendim negativ aty. Pse? Sepse në një shtet ku është demokraci parlamentare nuk mund të jepësh përparësi partisë parë. S'ka logjik. Se presupozoj që partia e parë fiton 20 deputet, partia e dytë fiton 19, dhe kjo ndodh. Partia e tretë fiton 18 deputet. Ku është logjika që një parti me 20 deputet të pengoj krijimin e institucioneve? S'ka logjik, sepse është shtet parlamentar, nuk është shtet gjysmë presidencial. Tash Kushtetuta e Kosovës ka një tendencë për me forcu pozitën e kryeministrit. Dhe ato që e kanë shkruar Kushtetutën nuk ka dhënë sqarime të sinqerta, sepse shpesh herë kur ka situata të tilla interpretohet Kushtetuta dhe merren për bazë mendimet e komisionit që ka shkruar Kushtetutën. Nuk janë të sinqertë. Unë kam qenë gjithmonë i sinqert, kam qenë objektiv. Edhe me profesorët mi që kanë qenë shumë të njoftun, kur kam qenë studime master, thë ke profesori gjykatës Kushtetutës, thë ke Rogove, Fatmir Sedyje e vazhdon mandatin e Rogovës, pa him parlament. Haj, imagjinoni pse pa ta na shkolua shimthaqi atë profesorin. Pak, edhe që mëno kemi hyrë huj, ja shimthaqi do kishte tendencë që ta bëjë këtë punë pa shumë parlament. Edhe Albin Kurti ka të njëjtë tendenca. Në raport me demokracinë dhe shtetin e gjuhën. Shiko, Kushtetuta, sepse shtetet mos me rregullu
rregullat e lojës mos me etablu si duhet ishin në anarki, jo rastisht janë këto shtete që janë perëndimit, sepse i kanë dimensionu dhe kanë rregullu gjërat elementare se si me funksionu shteti. E tash, nëse ti e sheh shtetin si baqet tonë, si kopsht tonë, kjo është gabim. Kjo është gabim. Domethënë, e tash ky gjykim duhet të rregullohet për me dimensionu si duhet, domethënë, edhe duhet një rishikim i Kushtetutës të Kosovës, realisht duhet. Nuk, domethënë ka Kushtetuta e Kosovës e pasqaruar për me dhënë e përsin që edhe ke jap kriminalitet duke ka sqaruar sa duhet. Profesor, si doktorant e sigurisë nacionale, se sheni sigurinë e Kosovës në aspektin këndvështrimin e Serbinë? Shikon, Kosovë ka përparim ndaj infrastrukturës kritike, ka përparim ndaj, më thonë, në aspektin e organizativ, por do të thoshe në aspektin funksional pak qalojmë, sepse mund ka bo përshtypje, për shembull Mali i Zi dhe Slovenia, koordinatorët nacional që i kanë për siguritë e strategjitë e veçanta, për shembull strategjia sigurisë për trafikime qenie njerëzore, për luftimin e korrupsionit, për gjërat. Dhe në Kosovë e ka Ministria e Punëve të Brendshme këtë kompetencë, që nuk duhet ta ketë. Unë mendoj që në Kosovë për me pas sukses në aspektin e sigurisë afatgjate, duhet më zgjedh koordinator nacional, jo zëvendës ministrat, me zgjedh me emëru ministri, por me zgjedh persona më profesional. Në Kosovë, vetëm të strategjia kundër terrorizmit është bon, në më thonë, përparim se është zgjedh një person, në më thonë, mirëpëdhaja është emëru. Unë mendoj që do duhet me konkurs publik dhe duhet ketë mandat plot dhe të pavarur nga politika. Pse po them këtë? Sepse në Kosovë ka shumë, për shembull më kujtohet kur isha shef kabinetit dhe këshilltar politik, ishte rasti me në Istok, ndokët në Istok ka qenë, edhe që e theu bankë dhe vrau një person, domethënë anaj polici ishte civil dhe ky ishte i kthyer nga Gjermania, edhe ka bërë probleme, ka dashur me thuj bankën se kanë lënë edhe ka vrarë. Edhe ishte rast shumë i rëndë. E tash ne diskutonim këtë rast me kryeministrin me aty. Edhe e kam pa që mungojnë domethënë koordinimi brendshëm. Shpesh ndodh që policia i heton, prokurori i lëshon shtëpi. Ka ndodhur raste sidomos të dhuna grave, për shembull, kjo është shumë e potencuar në Kosovë. Amjerisht, më thonë, nuk ka një vetëdijsim policisë që gratë fundit është theksuar shumë, pothuajse. Është shumë e theksuar, edhe ka dhunë, ka probleme dhe policia i heton, them drejtën policia e Kosovës është e avancuar. Është shumë e avancuar. E tashti ka probleme, s'po them që s'ka. Sepse në aspektin e trajnimeve që i ka bërë Kosova, fatmirësisht ka pas fatin Kosovë që tjetë në administrim ndërkombëtar dhe për shumë strategji, për shumë elemente, më thonë unë kur kam qenë 2019 ka qenë më përpara, për shembull Shqipërisë, Maqedonisë, Bosnjës, Mali, më thonë ka qenë shumë e avancuar policia e Kosovës, sa i përket trajnimeve specifike për gjërat, më thonë specifike. Kur jemi tek siguria, Kosova ka problem me etiketu dhe me orientu personat problematik që më vishen me petkun nacional, mediatik, për me etiketu a janë vërtet, a kanë lidhje, dhe më thonë, me Serbinë. Se unë e interesanta në Kosovë, shemë kush nuk folë që Serbia. Serbia normalisht që interferon në Kosovë. Ashtë e pa diskutueshme. Dhe kjo temë shumë rrallë preket. Ashtë kanë do për shemë shoferi i nënkretarit parlamentit anëzon me drogë në Beograd. Po si ka mundësi shoferi një nënkretarit që shkojnë në Beograd zinët me drogë? Rastet e diskutueshme janë, si ka mundësi për shembull duke di që Serbia i nxjerr kufi, po shkoj ka filan personit, ta themi polici, po shkoj ka ati që të zinët atje dhe të bëhet pastaj të mirën të. Janë gjëra shumë indikative që, domethënë, mendoj unë që i përdorin, rasti që ishte i fundit që ishte eklatant. Domethënë që i ka etiketua KI-ja dhe i ka me Ferizaj edhe së fundi me këtë me Bashkinë Islame që në fund janë raste, po nuk janë këto. Më thonë, unë kam qenë pak tash njeriu edhe kur do në tjesh i guximshëm a problem, tjesh i guximshëm. Sepse nuk, më thonë, është problem me fol. Unë për shembull
edhe pse ka qenë komplekse situata kur ka qenë me krijimi komunave një etnike, a një element shumë i rrezikshëm që është bën në Kosovë. Pse komuna një etnike? Pse si kanë bë komuna shumë etnike, për shembull? Pse me pas së komuna një etnike? E tash me dalë du të barim kërku një komunë një etnike edhe për bosnjakët. Shembull. Tash njerëz të cilët kanë punuar në Prapavi për krijimin e komunave një etnike serbe, tash njerëz që janë profesionistë në leximin e këtyre gjërave i etiketojnë si jo dobishëm për Kosovën. Sigurisht. Ama unë nuk jam unë që ta duhet me thonë ato që duhet me thonë. E tash AKI-ja në Kosovë edhe çka duhet me bën. Në Kosovë AKI-ja nuk ka shumë kompetenca. Është bën mirë që është themelu sigurimi kjo agjencia në kuadër të mbrojtjes, Ministrisë të Mbrojtjes, domethënë në sigurimi i ushtrisë, është një punë, ama AKI-ja nuk ka kompetenca të zbulimit dhe dekodimit të personave me prirje, me aktivitete, për shembull persona në Ferizaj. Ato s'ka mujt me vepru kaq lirshëm, pa e ditë dikush. Se është e vogël Kosova. E të si ka mundësi këto persona më herët duke pas kanë ditë që kanë punu, po tash dul momenti që po dalin. Apo? Pra duhet, shikoj, gjithmonë këto sene etiketohet baza politike, edhe jo rastësisht Shqipëria, Maqedonia, këto se kanë qenë të hapur dhe jo lojal nga i shërbimeve të huaja. S'kan arrit mi menaxhu dhe mi pengu. Në më thonë, elementet dhe Macedonia, patëm rastin e 2017, ku në parlament hapur kishte ambasada ruse, kishte element rus atëre, dhe më thonë, edhe në Kosovë. Dhe më thonë, nuk mund është me thonë firma, pra Albin Kurti, du me pas njerëz matë meqëm aty mrena. Nuk mund është me kriju narrativ politik, vetëm këta një kompanije që janë multimilion që Kosovë që punëson shumë njerëz, që pas ka themelu firmën në Serbi. Jo, ti duhesh me qenë, ai duhet pas aq, në më thonë, në strategjinë e mirë që me të këtu njerëz të cilët tjerë që kanë absolutisht, në më thonë, persona janë më të rrezikshëm që punojnë kundër interesat të Kosovës, sesa një kompani që janë multimilion që edhe jep e mund buxhetin e Kosovës me para se edhe ka mira punëtor që jep paga. Nuk të absurde me kriju ti narrativ si kryeministër vetëm kundër një kompanie. Besoj që kam qartë mesazhin që po du me dhonë. Unë jam mundu, se kam qenë të misi përmend brendshme, kam dhonë iniciativa që Kosova me pas strategji, dhe më thonën, për me lexu kërcënimet hibride, dhe tash njerëzit edhe po flasin shumë edhe nuk i din, shumë nuk ja japin që janë kërcënimet hibride, edhe kam pa që edhe politikan shumë të mëdhej folin për kërcënime hibride, më folin shablon, kështu nuk folin nuk din me jo çdo sen është kërcënim hibrid. Jo çdo sen një sen i dukshëm që nuk mundet me qenë kërcënim hibrid. Apo kuptoni, domethënë një qasje e dukshme e armikut ose potencialisht po themi armikut. E kuptoj profesor se për fat kam punu 5 vite si gazetare dhe po ashtu kam një urip edhe për ta për sa fermi. Po, kisha dashur të ndalmi edhe pak tek shteti shqiptar, tashmë me 11 maj përfundoj zgjedhjet. Një mendim tuajin, kanë qenë ato rezultate që i keni prit, apo se i keni prit ato rezultate, sa më shkurt se do të fokusohemi edhe pak tek krimtaria juaj. Në Shqipëri është e çuditshme që opozita konteston prapë zgjedhjet. Për mua është e pasens. Unë kam prit ndryshim atje, kam prit ndryshim veç fakti që Edi Rama, s'po them që s'ka vë punë. Këtë okej, punë publike, infrastrukture, gjëra, i ka dimensionuar, që i ka pas edhe Berisha, se ka pas gashme për Berisha, që vijet 2005-2013, dhe i ka qumë më tutje, edhe më mirë që i ka qumë. Mirë po, edhe ai, me raport me demokracinë është, po thuaj se i shumë i ullë, Edi Rama. Në më thonën, ka përdor infrastruktura, ka fut durt, ka për, më thonë, tani jo, si duket, po ma erët, po, ka ndalë përgjime, ka ndalë, më thonë, ndukshme. Në të zgjedhje,
Opozita menoj që duhet me reflektua dhe Sali Berisha duhet me dhonë dorëheqje të menjëhershme, me hapë gardë mbrendshme Për arsye dhe me pse? ndjenjë një deputet për shkak se ka humbë me një diferencë të madhe zgjedhjet. Nuk Do është thotë- alibi. Do të thotë për shkak të zotit Berisha janë humbë zgjedhjet? Jo, janë humbë për shkak, janë humbë se listat e mbyllura. Ati pati një mashtrim, i përdorin njerëzit, u përdorën hynën primare dhe një të cilët fituan primare, nga brenda partijës nuk u futën lista fituese. Kjo është një mashtrim i madh dhe i ka dekoruar njerëzit, sepse populli nuk kanë budalla, i lexojnë gjërat. Pra nuk mundet Jurita Tabaku mos me një parlament, e me një Josefina Topalli. Cilat janë merita? Josefina Topalli ka qenë tërësisht e tërhequr. Tash hop në listë, a Jurita Tabaku ka bë lupë për incinerator. Ka bë lupë për shumë afera në parlament. Ka qenë personi më aktiv. Unë asë e dhimbshme mos ta shoh Jurita Tabaku në deputetën për vendin e Shqipërisë. Është për një më e dhimbshme. Atë se unë e kam atë sensin e publikës gjithmonë jam atë, më thonën, i shqetësuar atë për në kuptimin për shqiptarët. Edhe më thonë ajo mos me qenë në parlament atë ndoku diçka jo e mirë, më thonë e ulët shumë. E tani këto gjëra kanë ndiku shumë. Nuk mund të drejtan shehun ta çojë se bartës lista që në gjirokatët. 2 deputet ka fitu. Kjo është dështim total i qasës, më thonë, Sali Berishës. Okej, erdh e bashkoi partinë, këtë okej ato, ama këto janë gabime, më thonë, po të kish përdor PD-ja. Si duhej, mos ta kish thënë agrën sheja i medal. Mi pasdon prioritet sheja si duhet, mi pasdon njerëzve të ri si duhet, ndoshta diferenca do të ishte shumë më e vogël. Mirë po, profesor, qytetari shqiptar a voton për idenë apo për stabilitet apo edhe mungesë të alternativash? Jo, s'ka pas alternativa, reali, s'ka pas ide. Nuk kanë qenë ide të kristalizuar të tabluar si duhet. Nuk ta shtetë Rama një personazh që është shumë kompleks, është shumë i tabluar, edhe ka qenë problem, do shke persona me një karizëm me ndërtu shumë profil, me punu që me ndërtu një sistem kundër Edi Ramës. Nuk ka pas shumë shkare, shumë gabime, shumë devijime, opozita, dhe që kanë konsumu njerëzit, nuk kanë hyrë në parlament, nuk kanë marrë pjesë në zgjedhjet lokale, kanë pas shumë gabime. Pastaj u mundu me rekuperu, por nuk i rekuperu si duhet. Do shke me bën një ekip të mirë, edhe unë mendoj që po ta kish kandidu Partia Demokratike, një kandidat për kryeministër, si që ka bën me edhe një ekip profesionistëve, që ka bën me Kopin ata Berisha, kur i mor 2005, kur e mor mos të përmeni me emna, dhe më thonën, ka qenë një Lulzim Basha, ka qenë në kjo ministra që ka qenë integrimit që është tash në Jarova emrin. Po ta kish bo Berisha, ta kish qit të moralizote për shembull, o erë Bylik Bashi për kandidat për kryeministër me ekip, edhe vetë kish një kryetar partie, sot PD-ja bashkë me këto parti të vogla i fiton të zgjedhjet. Absolutisht i fiton të këtë zgjedhje. Atëherë, profesor, megjithatë, unë kisha dashur të ndalem edhe pak tek detyrësia të krimtaria juaj letrore. Ja, është ona më e mirë o i shpresa, po... Po, jeni edhe themelues festivalesh, drejtoni klubin Jehona Karadakut. Si sheni identitetin e përbashkët shqiptar që shkon për tej politikës ditës kjo krimtari shqiptare? Mu më ka përqy, ne kërimi shku në para 4 viteve në përmet kemi qenë, tek dëzit ku ka qenë në Frashër atje, kemi shku me një ndjesi të jashtëzakonshme. Sepse ne jemi rrit me në Frashërin. Çdo për shqiptar, ballafaqimin e parë si fëmijë ka pas me në gjua jonë sa e mirë, sa e dhjetë, gjitha Shqipëri, o më me atë, gjitha këto bakti. Edhe unë ka menu që në Frashëri këto frymëzimi ka pasën kështu prej kokës, a i Frashëri, prej në përmet, deri në Frashëri ishte për një me bakti e bujqësi. Ishin lugina të jashtëzakonshme, dhe më thonën, lugina vërtet, që vesh dora, ta themi, e Zotit ka mund të bëjë. Dhe më thonë, ashtë mrekullueshme, i kam përjetua ato, edhe kemi kryu një ura bashkëpunimi me klubin e përmetet me miqë atje në Korç. Unë kam punu shumë, jo vetëm, kanë
dhe disa persona në Kosovë që kanë kësi dimensione që me thirë shkrimtarë poet nga Shqipëria, që kemi shumë nevojë të njihemi vetëm ato të cilët persona të cilët për shembull kanë imazh publike dhe kanë linja publike me televizione, me media, por neve na duhet spontanisht të njihemi shqiptarë me vetë, domethënë të vizitojmë, ka të kënaqësi ti kesh për me të ardhur Kumanov, të vizitosh pendën e Likovës atje, Likova, Kumanova, kemi shëtit, kemi vonë, domethënë kam qenë kryetari i klubit për 4 vite, domethënë edhe 5 takime poetike kam përcjellur unë. Më herë kam qenë kryetari i klubit shqiptar Jona Karadakut në Kumanov. Edhe jam munduar domethënë të bëjmë atë mirën, të kemi një qasje, domethënë gjë përfshirëse, që edhe domethënë me botime, me revistën Dorontina që e kemi që të botojmë autorë nga Shqipëria, nga Kosova, domethënë na mungojnë. Profesor, a kemi bërë mjaftueshëm si shoqëri për të treguar kreativitetin ton kulturor në nivelin ndërkombëtar? Si e mendoni? Tani njerëzit individualisht kanë shumë prosperime, kanë bërë shumë, mirë po nuk shoh që për shembull ja ishte ky regjisori i përdeare që e bën filmin Kretë thirrën Rexhën, që është edhe në Londër tu shfaq tash nuk. Është atje. E ka bën një regjisor i ri nga Slobçani, një djalë me shumë perspektivë, me shumë i talentuar. Edhe ka marrë një çmim ndërkombëtar në Itali, festivali Kretë thirrën Rexhën. A një film që a i flet për një me film me prerjet të sakta kështu, më thonë sepse një defekt që janë të ne që kanë vrejtën që regjisorët e teatrit mundohen më transferohet regjisor filme është problem, se ti kur rritesh me teatr, edhe për shembull kjo më shumë u vret në sistemin rus edhe në Shqipëri, për shembull filmat e kemi pa rritja me dramatitet, domethënë teatri, nuk ka një rrjedhshmëri dhe natyrshmëri që ka filmi. Edhe ky i bërdeare regjisori për herë të parë ka bën një film të mrekullueshëm, thonë që fol me etno-psikomentalitetin ton që e kemi ne në Kumanov. Fol me të folmën ton. Është shumë interesant filmi, ja vlen me pa. Edhe mirë po, nuk mbështetet, ky talent duhet mbështetet shumë nga shteti. Ky duhet shteti ta thirr ministrin e kulturës, ta thirr kryeministin takim, siç i kanë thirr Maqedonët, që kanë pas domosdoshmë të ne. Edhe në Kosovë ka pas prosperime, mendoj që, po thonë mirë po, ajo që më shqetëson, që kam qenë jashtë për ndonjëherë ndaj Shqipërisë, Shqipëria ka obligim të krijojë modalitete bashkëpunimi në sferën e kulturës, historisë, historiografisë, sportit. Ajo e ka obligim kushtetues. Jo rastisht Evropa si ka ka shumë kushtetutin e Shqipërisë, edhe jo vetëm me preambull, me dispozite ka mu kujdes për interesën e popullit shqiptar jashtë të Shqipërisë. Jo rastisht se kanë prek. Po, profesor, mirë po, krimtaria juaj është vlerësuar në disa ngjarje letrare në Shqipëri, mirë po, nga ana tjetër, a mendoni se Tirana zyrtare i mungon ndjeshmëria ndaj shqiptarëve jashtë kufinit? Po, absolutisht po. Edhe anë një lloj, ato shqiptarët e Shqipërisë na dojnë kështu, atë kuptimin, po edhe ka një lloj xhelozie publike që nuk dinë me menaxhu ndonjëherë. Isha në për debate, isha në për emisione, shiko tash, nuk po them se s'kemi pas hapësira në Shqipëri. Këtë okej ajo. Po nuk është mjaftueshëm, domethënë nuk është për shembull revizion. Në revizion kanë monopol. Tash imagjino tash çka është më e tmerrshme. Bojnë Eurovision në Kosovë, bojnë festivalin në Kosovë, me elemente Shqipërisë. Bojnë gjua gega pasurive, në shpëdi që s'pi kuptoj shqiptar. Ti zhvilloje gjuën, ti jetos si shqiptari Kosovës, çka ka nevojë me pas pengesa, jo gjua, jo anë e knejt. Po s'u ne flasun e gjuën në thekë Shqipëri, nuk e flasim, nuk kemi tos. Sigurisht se ajo duhet mësohet prej vëzhlisë. Ama jo, kjo ka pas një përpjekje shumë dimensionale në ish Jugosllavi, ku sistemi ka qenë idealist dhe ka qenë shumë i fokusuar në shkollim. Tani nuk është, tani më shoqëri të hapur, ti nuk mund, unë mendoj që për shembull Ariola Zadrimi, një poete jashtëzakonshme, ose Ledia Dushi që shkruajnë gegnisht, janë poetë të Shkodrës, po janë a disa mirë, a di çfarë fjalë, me çfarë lehtësie dhe bukurie shkruajnë gjuhën gege. Nuk e di. Tash me po gjua gege, do të thonë teknishtën nuk kanë se mendojnë shqiptar. Do të thonë duhet më dimensionu edhe këtu për shembull në Kosova, unë kisha preferuar që Kosova me pas politika të shnosha,
sa përket aspektit gjuhës. Domethënë, nevojitet një dimensionim publik i gjuhës letrare gege. Unë menoj, domethënë kjo mendimi jam që nuk do thotë që domethënë përfillet nga shumica. Ka pas në aspektin domethënë e filmit, letërsisë, domethënë nuk po bëhen bashkëpunime. Na duhet festivale prestigjioze, jo, po e përmendën këtu në Kosovë. Imagjino festivalin e Kosovës duhet ta bëjnë si Shqipërisë. Ato të Shqipërisë janë rritë në dimensione. Çfarë bashkëpunimi duhet, çfarë bashkëpunimi rad mes elitave shqiptare? Çfarë duhet? Bashkëpunimi duhet me qenë cilësor, jo me anime dialektore dhe me anime shtetërore. Bashkëpunim cilësor, a është i Kosovës, a është talent, merre për kraje, merre banë yll, banë në botë, banë. Pse me tash ne po na konvenon neve Rita Ora, po, ama ata se kemi bën ne. Beberegje se kemi bën ne. As këtë Dua Lipa që ka eksploruar. Po, ajo ka pas ta ban Dua Lipa se babën e ka pas jashtëzakonisht fort. Ai ka qenë produkti një babe jashtëzakonshëm që ka qenë në grupe Roku Kosovar, Roku Kumanovës, kemi qenë kur kemi kënu në rock, Shqipëri ka qenë ndalum Roku. Ato nuk mundet me na kaluan edhe me rock, me muzikë, me dhe. Ato kanë muzikën e letët. Po profesor, ato mundohen që me muzikën ata që kanë të interferojnë Kosovë festivalen e këtu dhe të interferojnë me. Po jo, nuk. Profesor, pavarësisht gjithave, shqiptarët mes veti nuk duhet bëj gara, po duhet ketë përkraje për njëri për tjetrin. Jo, unë çfarë thash, unë jam shpërblim në Kosovë. Moshë 21 vjet, ka qenë satisfaksion. Isha në Stubull atëherë, shkova si student, ishte Ali Podrimja, ishin poet, këtë dëshmu. Edhe po më japin çmim të tretë, pa ishte, më thonë, moshë 21 vjet të marrë çmim ku ishin elite poetëve të Kosovës, ka qenë jashtëzakonshme për mua, ka qenë emocioni i papar. Por unë jam mundu gjithmonë çat frymën time me trasu të tjerë, sepse unë për shembull kam pas fatin që jam rrit me njerëz në Kumanov, shkollë të mesme, kam lexuar shumë dhe jam formsuar me njerëz të cilët kanë qenë të tabluam, si mos të përmendem me emra, domethënë të i kam përmend, edhe nuk kam qenë leximi, pa lexim nuk mundesh me bë talent, nuk mundesh me zhvillu talentin. E ta njerëzit duhen pa lexim, domethënë pa lexuar. Ço do thotë me lexuar? Me lexuar do thotë domethënë të kesh kontinuitet në kuptimin e gjërave. Që edhe nuk e kanë shumë njerëz nuk e dimensionojnë, domethënë veten edhe nuk lexojnë. Për shembull tek lek i bë mjek politikan, nuk lexoj politikologi, por kur mundesh me sistemin ka probleme nocione juridike, ai prim partisë politike, po domethënë nuk kanë me bë. Shqipëria është më lart neve në aspekt, në asemor, normalisht është më mirë, normalisht edhe jo rastisht është më mirë, sepse kam qenë edhe atje, kam pa, domethënë kam qenë doktoraturë tek Universiteti Evropian i Tiranës edhe kam pa nivele kur ndërtosh me teza, hipoteza, kam pa nivele që janë jashtëzakonisht, domethënë shumë të larta. Profesor, në aspektin kulturor, no. Jo, në aspektin kulturor, unë të thash, mungojnë politikat mirë fillta, janë bërë lehtësira procedura në aspektin e qarkullimit lirë të njerëzve, edhe pse kanë shit me në Ballkanin e Hapur me këto gjëra, domethënë kot, sepse ato janë obligime ndërshtetërore, bilaterale, nuk janë multilaterale. Mirë po, okay, pranohen. Në aspektin kulturor, sportiv, duhet shumë e bon, se mos ketë për shembull një ligë përbashkët Kosova-Shqipëria, ekipe shqiptare të Maqedonisë sportit, që janë shqiptare, pse mos kenë plus një kampionat të vetën brenda shqiptare, do të ishte një gare jashtëzakonshme. Për shembull, ndodhe kjo. Sigurisht. Ose për shembull të jemi çmime. Imagjino tash mua ka pëlqyer fat kur ka qenë PD-ja në pushtet Shqipëri kanë themiruar çmime letrare me tituj Nonda Bulka, Megjeni, çmimi për vepër më të mirë për tregim ka qenë Megjeni, ka qenë për poezi, ka qenë Zbush Paradeci, që një jashtëzakonshëm në stilin e tij. Ka qenë edhe kur erdhi Partia Socialiste i hoqën. Po pse më heq ato, po ti lër ato çmimet. Neve na duan çmime kombëtare. Me i vlerësu njerëzit, jo individualisht, për shembull çmimi Kadare, sado i mirë, sado që është privat, e ka një dimension publik që po jepet në Shqipëri, për shembull programonin më të mirë. Ka jehon, njerëzit lidhe motivohen, e merr një çmim, e merr me një shumë të madhe të parash, Mirë po, zoti Rama ka synime ndërkombëtare.
nuk, po tash ai me pyet ata, domethënë nuk jo unë me pas në debat ata, kështu kisha këtë në dimension kulturor, sportiv, emocional, filmike kisha orientu që duhet me bë që mi inkorporu shqiptarët, mi lidh, domethënë me edhe unë shpresoj shumë që do ndodh kjo, profesor, me qenë se jena dhe në fund të emisionit, minutat vetëm kanë kalu, kisha dashur një mesazh dhe cila është motoja juaj për rrugtimin si intelektual edhe një mesazh për të gjithë ata që na shikojnë. Uroj që shqiptarët që janë të ndarë në 5 shtete, unë kam pas një poezi Kafka e shpërndar, më thonë me 5 zogj për rreth. Më thonë Kafka e shqiptarit të shpërndar, më thonë e coptuar në 5 shtete dhe kam marrë shpërblim për këtë. A mund të na thoni pak për shikuesit? Nuk mund bashkohet. Si? A mund të na thoni poezin pak për shikuesit tonë? Kafke qetë, 5 mitra pranë saj, zog i zi es për rreth, se fati zi për cilë shqiptar. Nga një mendim lëshon mbi Kafk. Kafk balkanike, se kush për shpëriti nga rrethanorët qiellor. Pinguj universi, pinguj uni i lirë, se kush i këndon Kafkës me kaq sentiment mesdëtar. Ka një Zeus, ka një Apollon që luan tani kujtimet për këngët e shumë kakave pellazge. Ka një shqiptar të uritur për shije dije antike që ju flet tani me kaq delikatesë dhe pyet kush e mallkoi Kafkën dhe trupin e saj kaq të shpërndar. Profesor, faleminderit shumë që ndat kohë për shikuesit tonë, faleminderit shumë që ndat këtë poezi të bukur për të gjithë shqiptarët Unë që janë. Shpresoj se kam hyrë me një ndjesi shumë pozitive sepse fati kur kam qenë në Athinë, fati shqiptarëve që s'kan mujt me gjetë veten këtu, për shkak të rrethonave janë frymësuar jashtë, është një dhimbje që nuk përshkruhet dot. Për ata të cilët jetojnë jashtë atë dheut. Po. Edhe me shumë ndjesi pozitive kam hyrë dhe ju përshëndes dhe shumë ju falenderoj për gjithë këtë hapësirë dhe këtë bisedim që e banëm. Faleminderit shumë profesor, po fati im ka qenë që punën që e kam bën në Kosovë kuptohet pak ndryshem se në teren, mirë po dhe këto e bëjt njëjtën. Edhe duke i falenderuar Albukej. Jam diskuton për ju për gjithçka për televizionin tuaj. Faleminderit shumë profesor, me shumë kënaqësi, mirupafshim, gjithë mirat. Pra të dashur shikues, ne bashkëbisedua me profesor Fatos Rushitin. Deri në takimin tonë të radhës, mirupafshim.